Horoskopi e Diel 15 mars 2026. Dashi, sot hëna po të trazon dëshirat, idealet dhe shoqërinë, duke të krijuar një nevojë të madhe për të ndjerë me shpresë dhe i lidhur me botën. Por yjet të thonë se sot do të përballesh me një hije të fortë nga e kaluara, një njeri apo një problem i vjetër që të roket prapë në derë. Ke energji sa të duash për t'i dhënë dërmën kësaj pune një herë e mirë, por kujdes se ky është një rrezik i madh. Një lajm i ri apo një kujtim i papritur do ta bëjë mendjen të vrapojë me shpejtësi dhe ti nuk mund ta përballosh dot. Ti po vdes me nxjerr diçka sekrete nga goja, me u shkarku nga një barrë mendore, por hapi veshët, mos nxirr asgjë pa u vërtetuar mirë faktet se do të pendohesh rënd. Mërkuri në retrograd po të ngatarron këmbët në ndërgjegjen tënde dhe mund të bësh lëvizje të nxituara që mund të kushtojnë shtrenjtë. Mbaje veten, mos u hidh në zjarr pa parë se ku po shkel. Demi. Sot është dita jote Demi, ku energjia po të ndihmon me parë prioritetet në rresht dhe me u marrë me ato përgjegjësitë që i ke lënë pas dore. Projektet e tua po marrin gas dhe bota po e vëren se ti ke një pikpamje unike dhe saktësi që të tjerëve u mungon. Hapi syt, se yjet ju thonë se keni një tendencë me u keq kuptuar ose me harxhu gjithë këtë energji për diçka që nesër do thuash pse e bëra. Duhet i dëgjosh ndjenja sot, jo vetëm llogaritë e ftohta të trurit. Mos i merr afër zemrës komentet e njerëzve pa shpirt që po të rrotullohen vërdall. Kjo mund të jetë një ditë e madhe ku vizionet e reja të ndesin zjarr në shpirt. Dhe dëgjoni këtu, mos nisni asgjë të re derisa mërkuri të kthehet mbar. Prit sa të mbarojë kjo periudhë tërheqjes se përndryshe do të dështosh në mes të rrugës. Shiko rritjen, por rri i qetë. Binjakët. Binjak, sot je më i gatshëm se kurrë me lëviz, me marr masa dhe me i rregullu ato gropat që tu krijuan në rrugë. Dikush po të nxit me shku pas asaj që do dhe komunikimi yt sot është i fortë si shkëmb. Ti po gjen mënyra me i përmirësuar metodat e punës, por kujdes, mos u blloko vetëm te një problem se do të digjesh. Një muhabet i vjetër që i kishe lënë anash, po nxjerr kokën prap dhe po të nxit me e zgjidh me zor. Ti do me i vën kapaku një herë e mirë, por padurimi po të hapër brenda. Hapi veshët, nëse flet pa menduar apo vepron me rrëmbim, ato fjalë do të ndjekin nga pas si hije e zezë dhe s'do i shlyesh dot më. Bëhu i fortë. Bëhu i vërtet me veten dhe mos u ul në nivelin e njerëzve që po të provokojnë. Ke ide pa fund, por koha s'të premton, ndaj zgjidh betejat që vlen. Gaforja, sot po ndihesh sikur ke më shumë besim tek vetja për t'i mbyllur punët e nisura e dashur gaforre. Një lidhje me një person po të bëhet më e thelluar dhe po të jep një qëllim që të energjetizon të gjithë trupin. Motivimi yt sot është lart, do të me kuptu çdo gjë deri në detaj. Mendja po të punon me mpretësi, por yjet të thonë që je shumë i prirur me gërmuar në të kaluar për të gjetur zgjidhje. Bëj kujdes se po jetove vetëm me mendje, do mbetesh pa ndjenja dhe do t'i lëndosh njerëzit që ke afër. Je gati me u zënë me kudo për mendimet e tua, por mbaje pak gjuhën. Nëse dëgjon diçka që të djeg, mos u kthe menjëherë me sherr, se ke tendencë me keq kuptuar gjërat rënd sot. Padurimi yt mund të çojë në gabime. Prit sa të qetësohet situata para se me shpërthyer se mund të bësh lëmsh veten. Luani. I dashur Luan, sot është një ditë e madhe me u marrë vesh me botën dhe me mbaruar punët e vështira. Energjinë e ke me tepri sepse je i nxehur nga entuziazmi për atë që do të arrish nesër. Është koha me u përballur me projekte që i ke shmangur në të kaluarën. Sot ke një kurajo mendore që askush nuk e ka dhe po vdes të bësh gjëra të mëdha.
Ky rivaliteti që ndjen sot përdore për t'u përmirësuar dhe jo me u zënë nëpër rrugë. Por shiko këtu, nëse nuk bën kujdes, ky merak mund të çojë në një rrugë pa krye dhe ndoshta mund të lërë me gisht në gojë. Mos kërko përgjigje me zor nëse si je gati mi dëgjuar të vërtetat e hidhura. Bëhu i drejtë, bëhu origjinal, por mos fol me vrap se do pendohesh. Fokusohu te problemet që ke sot në dorë dhe mos kërko te lashe të reja. Virgjëresha. Sot jeta jote e dashur virgjëresh po ecën me një ritëm që po të merren mend, sidomos te bisedat dhe lëvizjet e nxituara. Njerëzit rreth teje po sillen si të marrë dhe po reagojnë pa asnjë lloj logjike. Yjet të thonë që një problem i vjetër po kthehet prap dhe këtë herë mund të gjesh përgjigjen, por do ndihesh sikur do digjet koka nga intensiteti. Një person i rëndësishëm nga e kaluara do të jetë në qendër të vëmendjes tënde sot. Ti je bloku te idetë dhe televizjet, po truri yt ka nevojë për pak ushqim se po të lëshon motorri. Mos bëj lëvizje të nxituara sot, se kujton se e di gjithë historinë, por në fakt i ke parë vetëm gjysmën. Do të kesh lajme që më vonë do të ndryshojnë planet. Merre shtruar dhe mos e bëj veten me dhimbje koke për gjëra që akoma s'janë të qarta. Peshorja. Një problem i vjetër ose një mbetje qefi, sidomos për punën dhe shëndetin, po troket në derë sot dhe po të kërkon llogari e dashur peshore. Ritmi i ditës po të shpejtohet dhe po ndjen një dëshirë të çmendur me u bërë aktive, me zgjidh çdo grop, me rregullu çdo gjë që nuk shkon. Është një kohë e mirë me gjetur gjëra se si me rregullu punët, se sot e ke mendjen shumë të mpretë dhe shkon drejt e në shenjë. Energjinë mendore e ke në maksimum, ndaj përdore me pastru mbeturinat nga jeta jote, qofshin ato sende apo njerëz. Por dëgjo këtu, kujdes me fjalët e rënda. Sot dita ka një shije padurimi dhe ashpërsie që ndoshta mund të prish punë. Mos u bëj si makinë llogaritëse e ftohtë. Mendohu pak edhe për ndjenjat e të tjerëve përpara se t'u lëshosh ndonjë fjalë që vret. Akrepi. Sot i dashur akrep ke një dëshirë të madhe me u mbyllur në shtëpinë tënde, me u ndjerë rehat dhe me i parë fytyrat që njeh mirë. Por yjet kanë plane të tjera, një muhabet dashurie, një shok ose një projekt i vjetër po të ndes gjakun me Marsin dhe Mërkurin në retrograd që po përplasen më kokë. Mund të kesh surpriza që mund të lënë pa mend, por dhe një dëshirë të madhe me i shkuar një problemi deri në fund. Po fokusohesh te njerëzit dhe idetë e vjetra, po kjo po të motivon me rregulluar gjërat një herë e mirë. Ke një zë të brendshëm me u shprehur në mënyrë unike, por hapi veshët. Nëse bëhesh konkurrues me zor ose merr vendime me rrëmbim, do prishësh gjithë punën e mirë që ke bërë. Mos e bëj veten për spital, thjesht zgjidh problemet e kaluara me mend në kokë. Shigjetari. Sot është dita me nisur prap aty ku e ke lënë një projekt të vjetër, sidomos nëse ka të bëjë me shtëpinë apo familjen i dashur shigjetar. Diçka nga e kaluara po del në sipërfaqe dhe po tregon se ke nevojat e tua që i ke mohuar fare. Shtëpia s'do të jetë pikërisht ajo paqe që kërkon sot, se do të ketë shumë zhurmë dhe lëvizje dhe mendja jote nuk mund të rrijë 100% aty. Bëhu gati se planet mund të ndryshojnë në minutë të fundit. Po kjo është mundësia jote me i mbaru punët e vështira. Bisedat janë të forta dhe me ritëm. Një partner apo dikush po të jep gaz dhe po të inkurajon me ecë përpara. Ti je bërë kurioz si një fëmijë i vogël dhe do me i bërë të gjitha, por kujdes, mos e digj veten nga padurimi. Merre shtruar. Bricjapi. Bricjap, sot po flet me një pasion që se ke parë ndonjëherë dhe po nxitohesh pak me komunikimin. Kujdes me fjalët e nxituara, ndoshta më vonë mund të bëhesh pishman.
Ndaj mbaje pak veten edhe pse ke qejf të marrësh vendime të shpejta. Energjia mendore sot jotja është e mirë. Por ju të thonë, njerëzit nuk po të tregojnë atë që kanë në zemër, ndaj mos u beso të gjithëve. Mbaj një distancë emocionale nëpër debate se ndoshta mund të lëndohesh kot. Do të kesh shumë gjëra që do të tërheqin vëmendjen, po sot është një ditë e madhe me rikthyer një ide të vjetër apo një interes që e ke patur dikur. Ke mundësi me thyer çdo bllokat që të ka dalë përpara. Merru me biznesin dhe zhvillo talentin tënd, por mos i shty gjërat me forcë aty ku duhet pak finesë dhe lezet. Ujori. I dashur ujor, kjo është një ditë ku do të ndihesh plot me energji dhe motivim. Hana është tek ti dhe po të ndes ndjenjat në maksimum duke të treguar se çfarë të mungon vërtet në jetë. Je gati me i kthyer idet në vepra, me zgjidh probleme, me i mbaruar punët, sidomos ato që kanë të bëjnë me lekun dhe biznesin. Mund të duhet me mbrojt veten ose me i dalë zot dikujt, por mos u hidh me kokë në zjarr. Je më impulsiv se zakonisht, ndaj mos merr vendime me rrëmbim. Është kohë e mirë me rishiku idetë e vjetra, por hapi syt. Mërkuri është akoma mbrapsht deri në datën 20 dhe Marsi po i bën presion, ndaj gabimet janë gati për të zënë pri. Mos i fut të gjithë kthetrat sot, bëj rishikime, bë llogari të vjetra, por mos i hidh në investime të reja se ndoshta mund të dështosh. Peshqit. Pesh, sot është dita me u mbyllur pak në vete, me u lidhur me ndjenjat e tua më të thella. Ke nevojë për qetësi, por mendja po të punon më shpejt se ç'duhet dhe po të bën me u ndjer në tension. Do të ndërtosh diçka për vete. Me vepru mbi idetë e tua, por hapi veshët. Kujdes me fjalët që mund të nxjerrësh sot. Mendja jote punon shpejt, madje më shpejt se zemra. Do e shohësh që sapo të thuash diçka, do bëhesh gati me kërkuar falje, ndaj mendoj mirë pasojat, njëherë kurseja vetjes këtë problem. Ka një lloj frustimi në ajër që po të shtyn me pastru gjërat për fillime të reja. Mos bëj lëvizje të nxituara as me letra, as me muhabete, se Mërkuri është në retrograd në shenjën tënde dhe si ke akoma të gjitha faktet në dorë.